Vjetrit nuk e kanë ditë fort rëndësien e shkollimit. Prindim kanë do më ka thonë pse po shkon me punu pa pare, kur e ki punën me pare këtu në punëtëri, se niveli ka qenë pak major të dë, edhe sidomos në viset rurale, nuk e kanë ditë fort peshën e shkollimit edhe arsimit. Nuk i bleshin tekstet fëmijëve, kemi pas angazhimet ma desh me punu edhe tukën. Edhe në punëtëri ka pas angazhime me ndihmu plakit, ka qenë shumë vështirë. Pastaj në proces mësimor gati më ka ra në vitet më të vështira në Kosovë, kur kanë qenë prej pushtetit serb. Në vitet e 90 kom punu. Kemi punu një kohë pa kurfar darna, të ditë peshën e rëndësisë. Vitet e 90 keni punu si mësimdhënës, dhe me thonë? Pastaj kemi vazhdu deri bilen me 23 mars e kemi përfundu këto mësimin, me 24 mars kanë fillu bombardimet. Drejten përpara kemi pas ma shumë respekt për printe, për familjartës. Edhe kemi marrë si obligim, kështu domosdoshëm me ndihmu prindit e asë. Pastaj tu ka u desh me punu me ko, nëse se ke punu me ko, s'ja ka vlejt mas kohë me po kurgja. Njëtën kohë deshte edhe shkollimin me vazhdu. Kanë qenë shumë vështirë, po motivi i banë, i arrin kritin. Po pastaj periudha e mësimdhënies, qysh e kishit përshkrua atë kohë sa keni qenë mësimdhënës? Po më thashë edhe më herët që ka qenë shumë vështirë se në atë kohë nuk u investu në shkolla shqipe aspa. Unë e si mjeshtër, përveç që kam punu si mësimdhënës, po desh edhe me mbajt shkollën. Kam rregullu karrikat ndryshme, banka, rrethoja të borë. Mënyrë vullnetare? Mënyrë vullnetare i kom bon. Kam do deri në 12 natës kom punu me aparat saldus. Tu rregullu karrika se s'kan pas në zanësit ku më ullë. E ka qenë kohë shumë e vështirë, po vullneti ka qenë i madhe dhe urrejtja ndaj pushtusit na ka motivu që me punu ma tepër. Edhe punonte me dru, edhe si mësimdhënës në të njëjtën kohë, por për një periudhë kur Kosova ishte në një tjetër situatë, mësimdhënësit nuk paguheshin. E për këtë, IATi edhe i kishte thënë se pse vazhdon të punosh pa të holla, kur punën që paguhet e ke në shtëpi. Kemi punu në diset vjetrit, nuk e kanë ditë fort rëndësien e shkollimit. Prindim kanë do më ka thonë pse po shkon me punu pa pare, kur e ki punën me pare këtu në punëtëri. Edhe ja kom spjegu se një gjenerat me metë pa shku në shkollë, pasojat maja ka për kombin. E ajo më ka vështim ati për me punu. Për sa vite keni punu si mësimdhënës? 20 vite kam punu si mësimdhënës. E pastaj kur e përfundova këtë detyrë, cila u kanë ajo gjendja emocionale në shta që e përballë? Po, ka qenë vështirë, po ma tepër e ka lesh në kohë në punëtëri se më nda për nëzanë sa ma shumë vështirë. Më të drejtën këm pasë edhe raporte qaq mitësore me nëzanë sa edhe ka qenë vështirë një kohë, po kohën e ka lesh në edhe si lloj shqetësimi për mu konë puna me këtë profesionin që është rrëdha sot. Po puna me nëzansa, qatë ka bo me mësu për i krejt atyre 20 vite sa ke qenë mësimdhënës? Po, na kemi pas lloj peripecish gjatë punës në arsim, se niveli ka qenë pak major të dë, edhe sidomos në viset rurale, nuk e kanë ditë fort peshën e shkollimit edhe arsimit. Nuk i bleshin tekstet fëmijëve, u deshke shumë herë me marrë iniciativë në arsimtarët me furnizu me tekste shkollore, me mjetet ndryshme të punës që kishin nevojë nxënësit.